Po, përshëndetje Ermal. Përshëndetje, dua të dinë nëse keni pasur negociata, apo rinegociat me qeverinë Kurti 3, apo për të krijuar qeverinë Kurti 3 me lëvizjen vetëvendosje. Jo, asni thirrje, asni takim, asni bisedë deri tash jo. Nga ana tjetër, e diskutuam, e kishim edhe Emilia Rexhepin, kujtim Zebica po thotë që Emilia Rexhepi e përfaqëson komunitetin, jo ju, duke pasur parasysh që ka më shumë vota se ju, për punën e komunës bosnjake. Sa vesh Emilia, është edhe rasimi. Tash këtë analizë duhet me ditë se na kemi një rregullat qysh e bujmë na deputet. Edhe unë jam deputet, do më thënë, edhe unë jam kam një vot, do më thënë jam një deputet, edhe kam fuqia njëjtë si Emilia Rexhepi. Do më thënë se kam plotësu vota mjaftueshëm në bazë edhe kushtetutës, edhe KQZ-s, edhe kret, nuk e besoj se Zebica ka drejt me fol nëse nuk ka lexuar qysh edhe çfarë formula kemi është rregull, por se cili deputet, cili ka fitu vend, është përfaqësuesi i komunitetit për cili ka ardhur. Që tash mendimet mundën me qenë, por unë legalisht edhe unë edhe krejt deputet komunitetve jemi këtu ku jemi, sepse kemi plotësu kushtat. Në ndërkohë, ju thatë që nuk jeni kontaktuar, vazhdoni të qëndroni të kërkesa për krijimin e një komune bosnjake, për çka 6 ditë më parë u tha që është një komunë e projekteve serbe? Po, qyre tu Ermal ka ndollë në ajsen shumë çuditshme në disa dita fundit, sepse Emilia Rexhepi ka dalë dhe ka thonë se zotri Kurti nuk është kundër. Për mu këto ka qenë befasi, me thonë, sepse publikisht ka pranu, edhe nëse është ashtu shumë mirë. Edhe sonte live e ta në emision, edhe live sot e ta në emision. Por, e që tash unë po du me ditë, krejto analistat cili janë këtu, veç kështu, unë dhe Rasim Demiri kemi qenë kundër Dudës për kushtet e krijimit komunës të Reçanit dhe për kraje Serbis në atë komunë, ama jo kundër komunës të Reçanit brenda Kosovës. Si Mamusha, si Uniku, po më shkruan Emilia Rexhepi. Jo komunë të Dudës dhe të Shehollit, po më shkruan Emilia Rexhepi. Emilia mund me shkru çdo gjë. Do më thonë, për mu është, është një lloj e frigës, edhe është një lloj mos kuptimit në relacion mes Emilia dhe zotri Kurti. Se komuna me shumica e bosnjakëve, me cili unë e kam dalë e parë, është komuna në bazë e ligjave edhe kushtetutës e Kosovës, Republikës së Kosovës. Unë nuk kam lup kur gjo kunder. Ata ka thonë se nuk është rregulli, ki drejt, është me baza ligjore, është me kushtetut, edhe është, do me thonë, kërkesa legjitime, por nuk është kohë. E që tash unë e pyet që është kohë për Emilian tash. Sepse unë nuk mundem, edhe një gjë, Ermal, edhe një gjë, unë 1000 herë kam përsëri këto. Komuna nuk munden me jap Kurti bosnjakëve. Se komuna na duhet me plotësu kushtat, edhe është një proces shumë komplekse edhe gjatë, edhe në fund përfundon me votime në kuvend. Në kuvend duhet 2/3. Do më thonë, na nuk kemi nevoj lista serbe me votu për komunë. Nuk kemi, na jemi mjaftueshëm edhe për ata, pa lista serbe. Do më thonë, krejt që ka kam fol unë në fillim, tash prapo është aktive, edhe prapo është legjitime, por, do më thonë, nuk kam qenë okej